ftuar sonte në komitet është një ish kolegu yni, analist, Bardhyl Meta, tash deputet i Kuvendit Kosovës. Bardhyl nuk na ra mua ty, unë e kesh deputet ishe analist, tash e kundërta. Ka një, po ja gjithë Ka një, ako në analist tjetër me aty. Blerim shala nëse mujna me qujt. Aje ka një fjallë, thot nëse jemi krejtësisht hapën dhe sinqert, ka qenë publicisë. Blerimi, do besoj që është i vetmi që opinioni ja pranon me konë analistë dhe politikanë. Një tjerëve nuk na jep qatë drejt. Po, edhe negociata. Edhe negociata. Ato negociatat i shkojnë edhe me kështu profil jetësor. A i shkruan edhe liber për atë farë pune. Po, më në fund. Qysh për shkën puna? Po, nuk patëm mundësi në këtë legislaturë, me thonë drejtën, të ke pas fatën me gjithat një legislaturë ma normale, me pas kjo legislaturë e patat para periudën të vlanit, mandej shamet aty vlanit, koalicionit, mandej filloj me njëherë me janar 2015 me atë kaldin e Prishtinës për shkak se gjoja Vučići ka thonë trepse o jonja kem të kald venin. Edhe mandej fillon gjykata speciale, në ndërkohë ne kishëm kuvendin e partisë, dhe aty u bërzhuru me madhe, mandej filloj gasi, Molotovi, tjera t'i dim. Se ifte prome, po, kriministrin Mustafa tu i kesh me Avramopoulosin, dhe ishtash s'ka pos kushte. Po, jo, ka kesh, këto 2 mujtë e fundit, pak në rrugove, ka quni balle në përpeje, në Ferizaj, i kina vizitu gjitha bizniset, po besoj që po him një fazë pak ma qetë. Një fazë ku mujna me kesh. Ku mujna me kesh, me punu, me bo gabime, me bo punë tjera. Bardhyl, ti në vitin 2013, në zgjedhjet e vitit 2013, ke qenë një prej yjeve të LDK-s mjaft i pranishëm në gjitha debatet televizive. Tash nuk je shumë i pranishëm. Ashtu sikur se edhe disa kolegë tjerë tu. A është kjo strategji i Isa Mustafës, mos me dalë shumë deputet në televizion, apo vetë keni zgjedhur mu tërheq pak prej këtyre emisioneve? Jo, me të thonë drejtën, para zgjedhjeve, para se me hy në zgjedhje, ka aty bile një absurd. Para se me hy në lidhën demokratike, kom qenë pëthuj se çdo natë në studio, me analiza, me këto atëherë si drejtori i Odhës Ekonomike Gjermane. Masënej, mas në hymjes në parti, ishin do cilë sa po vendoske kush me shku e kush mos me shku gjatë pushatës. Edhe në krejtë pushatën në njëherë kom qenë në televizion, në atë pushatë 20 ditëshe. Dhe kurse ma vonë, po thëmë drejtën, kom qenë i zashëm kohën e vlanit, kom pas reagime pëthujse të përdishme. Ma vonë filloj ajo periuda e koalicionit, hyna në parlament, akomodimi në Komision për Bugjet e Financa, në teknologjinë, që ishë aty, ishë një farë menazmenti i teknologjisë punës në parlament, është pak ma ndryshe dhe kjo është, mandej filloj ajo periuda ranë, kështu që nuk kom... Pra, heshtja juj nuk është diçka strategjike, është heshtje... Jo. Me gjithse kjo përshtypje se këta qelësat se thatë ju për televizioni ka veç Bajram Gecaj për LDK-s. Jo, me thonë drejtën të ashubo një forme letë e parasitjes peset në Facebook edhe në fakt imponohesh me komente me këtu. Pra unë e kom pas një tërheqje për arsye se do isha me pa dhe kitë punën e parlamentit qysh ka tek. Berati ka qenë vend parlament, aty nuk punohet veç në seanca, në fakt punohet ditë tjera, pak ma shumë komisionin, këto ki punë konkrete. Po, o konë mirë dhe ajo pjesë mu bo publike, bësa televizionit tjera, bësa në Gjermani, parlamenti, ma shumë për cilën këto punë të komisionit, se sa parlamenti. Parlamenti o shumë boring në Gjermani. Nëse meni me kësyrë, kur hina da në seancë, ki 5 orë votime, që kanë vendosë komisionit, edhe do këtë shumë bajate. Thirin seanca speciale për debat. Po këto tjera tjerë një parë mekanizmi i votimit, po, që punojnë komisionit, edhe kjo dalimit e në. LDK janë nga mrenda, dhe kolegët e ju deputet mrenda LDK-s, cilët janë kritik ndaj Zotit Mustafa, në të shkohen me statusa nga Zotit Mustafa. Po, s'ka me të thonë, bre, dhe aty po mdo këtë nga shqiptarë, se kur këtë punë në gasit, si sot mi pytë opozitën, nuk e dinë dhe bashmirë pse qëtën e Molotovin e krejt ato, njëjtë është edhe e zhurma që u bo për punën mrena LDK-s, nëse marëm dëshkim, për zona nga prizmi ju, ndoshta unë mund të konsiderohet në njeri Isa Mustafës, kurse në anën tjetër nuk jam në kryesi, nuk jam fut në kryesi edhe atar kur su fut Vjosa, su fut Armende këta, dhe nuk e shoh ato, po nga mrenda LDK normalisht o tjetër. Mujna me pa në 2 kande, në ato që kryesisht o transmitu në media, po mu ajo që mjetë marak me thonë në i herë është se o kyç një pjesë interesante, mund t'i qujmë edhe teknokrat, kryesisht fushës ekonomisë, si Sokolja, Vollit Azona në kabinetin e kryeministës, njeri doktorum moshtre për ekonomi, doktorum në Angli,
E keni djallën e Gjemal Mustafës, Besjanin, që po dhesh këtë agencionin për investorët e tjerë, është ashtu i magistrum në financa dhe në ekonomi në Amerikë. Kemë Abdullah Hotin, këtë ministrë, që atër në kohët komunës Prishtinës nuk ka ra fort në sy, është Albania, brasi, po është një gjenerat edhe në këtë eshalordin e 2-3, që jo njejt me Besjanin e me tjertë, që unë mendoj se ka marrë koha, më ju ardhë koha, për arsye se më kujtohet gazetën Ekspres kur kini nisë me nëzirë, unë atëherë si PDF e lexojsha në Zvicër, ju kini pas një tendencë në 3-4 mujtë e parë, ekonomia me qenë në plan parë, çështjet politike në plan dytë, do më thonë ka qenë atëherë një abortim, jo për shkak të juin, se unë bashkë për ata e përcjellsha, po se ambienti nuk po lejon më marrë me çështje ekonomike, me çështje qëndësore, jetësore e tjerë, po du të më marrë me slogana, ta thojmë sërbesht, edhe na me nalepnica që po nëzitën, jo zajednica, jo trastia, jo shqitja kufive, shqitja teritoreve, kjo akuza kësi sublimet mbaja, e cilat për menën tem nuk kanë vend në... Të njërë që janë për rreth kryeministit, po më intereson të fusha PR-it, për të cilin nështë aki ma marak me folë. Qysh po funksionon? Kem disa gafat, zotit Mustafa, dhe me thonë, kur e ka përdorë Facebookin, disa skandale, pastaj në raport me partnerin duket pak ma defanziv. Këto lojmet e mëdhaja, po thuj se partneri i koalicionit gjithmonë ja vjedh. Qysh e shë këtë funksionime? Po, është mirë si edhe... Proja. është mirë si edhe kryeministri ja ka nisë me kesh me ata gafat e vetë dhe o te kalu beso e janë faze ati ngërësje dhe tina. A e ka një, nëse mund të flasim për një të metë që unë ja vrej, një të metë e ndërtume në te, është se edhe kër e bon punën më të madhe, i doket me folë për atë punë, i doket që e boni namin, a dhe thotë, hajse se bonëm namin, nuk ka nevoj mu bo PR, nuk ka nevoj mu bo marketing. Unë mendoj se si kabinet, PR-i është një shkallë më naltë, o dështu edhe në komunikimin normal, vetëm informim të asaj, qka po bëhet, cilat janë përpjekjet, cilat janë angazhimet e tjere tjere. Le mon PR, kur përflasim tani për një strategji, kur e dim edhe në shtator, qka kemë me thonë, se ka mu bo ngusht, apo e tjere tjere. Unë e kom ngutë sta zona, kur ka qenë qashtja pensionizme, ne kena pas një plak të madhe me pensionistat, kontribundans. Ky e ka regullu këtë qashtja dhe besoni muni me hynë Google, nuk këni me gjithë dy tituj. Kursa ata tash fillojnë mi marrë ka 250 euro, ideja është erë në vitin tjetër mi marrë 350, ose të pak ma tepër se ata në Serbie, në vendet tjera. E ka regullu këtë punë dhe nuk është bo në i PR-i madhë dhe pse i prek një 50.000 familje, si puna prindve të mi e tjerë. Kjo është punë e njerëzve cilët duket qartësirë si Sa Mustafa nuk i ka për rreth për këtë punë. Absolut, unë ditën e parë, respektivisht natën e parë në ramit, dikun kanë 8 natës, kur e kemi vizitu në zyrën e retë kryeministit, kur o vuaj pranim dërzimi, kërkesa pare imja ka qenë që ajta formoj një ekip mirë të PR-it, për arsye se PR-i ka qenë pjesë e mungume e ti edhe gjatë qeverisës komunë në Prishtinës. Jo vetëm ma vonë kështu që parashqa që ka me në ajo që nuk kam i dhonë rëndësi të madhe PR-it, tash kam fillu me bo diçka, po është larkë prej asaj që dëshirot, për arsye se PR-i në qeverisë jo element kyç. Përmeni edhe një gjanë, në raportin e fundit Këshillit Evropës, apet nuk ja kushton kërkush asë një rëndësi, është vetëm një fjali me një vend, thotë, si vrejtje qeverisë, thotë, nuk po e merrni me vete qytetarin në reformat e shkaktuara. Do me thonë, ti dush me kriju klimën, dush me kriju edhe ambientin për reformat që me talë qytetarët me veti. Ka njëherë dush me marrë masa jo populore, kësaj qeverie nuk i ka ra ajo detyre ranë, po persona në Sërbi, Buqisi, o detyru mi unë 30% pensione, të rogat e administratës e tjere tjere. Para mendoni kur keni me ndërmara si hapa nëse s'bëni PR, para pregaditje e tjere, që duket si kom të ashtëngojmë ka ishën e tjere tjere. A duket ma shumë PR, ma shumë punë në gjendje në arsim, në shëndetësi, drejtësi, në sektor tjere kemi asë të mjerë, dhe me thonë sigur në qeverisin e kalume. Nuk ka dhe shumë suksese që me mujtë me transmitu. Pa hajde pishkojmë ravas, unë e moj mena ditën e parë të qeverisë, për asyje se mene herë mu ka dash mu marë me buxetin. Ne këna marë një buxet krejtësisht të me thonë shpartalu më pak, një buxet që i shkon i zotum edhe dy vjetë tarshme, do më thonë, dhe nuk isha s'ka me fillu diçka.
Me nërë mas një jave, dikun me 4 shkurt, ishte afati ligjor për punën e trepsës. Për ndryshë shkoj këtë trepsa në falimentim, edhe hyke në atë procesin e ranë, edhe fillojna me ato përplasjet të mbaja, aty bilen në atë paracitje në kuvend e pa ta spjegu shumë mirë, se opozita ta zame të shoj kuvendin, e shoj votimin për një vot, të mungu me tyne, mu i keme shku trepsa në falimentim. Sot se përmen, nuk e përmen kërkush. Na me nërë u desh mi formu grupet e punës, u desh mi marë 4-5 eksperta botnor, t'jashtum, si për herë pari pagun kuvendi Kosovës, edhe kjo element nuk përmenet, po nuk i pagun mohu Saidja, po Gizja, po tjerë, si janë përvoja atrana që janë bo për mes lobin, që për punë e trepë, se kom fjallet, 5 tjeri ka pagu qeveria, dhe vetë mirë panvarën kanë marë rastë studimore në Polonin, Kanadë, në vena tjerë, qysh me regullu qashtë në trepës. Pra, edhe qashtë e trepës, sa që kemë shtator, bëhet adresimi, bëhet ligji, edhe shiqohet me asetet e saj shka me u bo, edhe qysh me u bo. Nëse e marëm në aspektin shoqënor, për arsye se na kemë probleme bazike si shteti, ki arsimtarët, o dasht me njerë juve ju kujtohet me 5-6 janar, ka dalë kryeministri Mustafa dhe ka thonë nuk do të ketë ngritje të rroga, si ka qenë një premtim i madh elektoral, edhe jo vetëm premtim, ka qenë pritja që me në janar fillon e ngritja famoze e rrogave, cila kanë qenë premtume për ish kryeministrit Thasi. Edhe aty u ka një element që u dashna me njerë me bo, po na se kina rritë rogat, po e kina vuj drejtësi. Do më dha një profesor që ka punu 20 vjetë, ju ka rritë roga për përvojën e punës, dikun 150-200 euro, dikun 5-7-20% ka pas ngritje të rogave aty. O dashtë me njerë mu marrë me sektorin e shëndetësis, ju kujtojt të sektori shëndetësis o thonë që vetë që si janë bo ato sigurimet private. Puna ka qenë jo, aty po ka qenë shumë lak, ta shumë të u bo qaj konsolidim i ati fondin, mjë si me mujtë me fillu një janar. Po ka pas temat cilat janë adresu dhe cilat janë zhjith, besoj se mësaja, mas pari nuk ka një sen që mujna është me thonë u bo se erë pranvera, du të me ardhë diçka. Po mësaja është një seni maj madhë që ju ka bo këti veni, na mujna me thonë sot për vizat se e prej çdo shtetar, po mësaja, është elementi kryesor pse po e thëmë për Kosovë. Tash po flasë edhe nga ajo informatat që i kom si ish drejtori jodhës ekonomike Gjermane. Na atëherë e këna pas problemin kryesor që vishin kompani Gjermane, po kure bëjshin kalkulimin, nëse importojnë në landën e parë, ka pas atëherë dhe dogana, ka pas stojcat ndryshme. Ty, pse i kishe punëtor të malirë, nuk të byke prodhimin në fund malirë, po të byke ma shtrajt me prodhu këtu e me këthy në Gjermani. Tashme mësën është ekstrem atraktive për investorët e huj, sidomos për kompanit e tablume në industri, që mujnë marë në Kosovë me prodhu me kostot njëjtë, me kostot shumë ma të lirë, edhe me i pas punëtorët ma lirë, edhe me e këthyt njëjtë në malë atje. Mësoja qëta e mundëson? Teorikisht, praktikisht po shohëm. Praktikisht nuk kemi as tendencë të ardhjes investimeve të huja në jo, kamerat, për shembull. Po më njënkes, po të zomë, 2014, nëse marim piku maj madhë investime të huja direkte ka qenë 2007, 450 milion. Për shkak pikës. Po, një investim sloven i madh. Po. Mirë, po edhe një vit për para ka qenë 380, apo çka po di unë. 450. Edhe ka ra në 123 milion. 2015 e kemi 328 milion. Po, dy pishim. Në cilat lemi... Muna me morë lisën, bilon ju kësha sugjeru me thirë një intervjis një djallë tri, atë Besian Mustafa, në djalli Gjemal Mustafa, sa e u dhejsh atë agencion, i kini aty edhe statistika, çfarë kompani, në cilat profile, në cilat drejtime, po jonë 324 milion, 328 milion të investu me treja. E cila, nëse përkthejmë për kokë banurin, nuk është në investim i madhë morë parasysh gjendjen e rënë ekonomike që është vendin tonë? Jo, unë vetë e kom thanë, ja kom thanë edhe kryeministri, ja kom thanë edhe aty në të kabinetit me cilët kom kontakt, si për me të regu se ke bo një reformë madhe. Ke ndru ambientin, do shmarën 800 milion vit. Për marën 800 milion vit, do të me pas gjykata efektive, prokurorie efektive. Do të me pas personat kualifikuar për punë, e vendin tonë edhe matutje. Absolut. Fokusi kryesor i qeverisë vazhdon mbetet hapja e universiteteve. Gjuha, letërsia, historia. Fakulteti juridik, mirë po nuk ka njerëz të kualifikuar për zanatet ndryshme. Nëse i përmenem kompanitë huja gjermane, nëse ato dëshirojnë me hap vendet të punës, na nuk kemi punëtor të kualifikuar për këto. Pra s'kemi shkolla profesionale në vendin tonë. Fokusi edhe matutje mbetet te universitetet në përsëcilën komunë. Nuk po shohim që diçka po ndryshon zoti Mustafa, pra pe një ka vazin e PDK-s, me hap universitetin Ferizaj në Gjilan Mitrovicën. Në Ferizaj hap, mendoj se universiteti në Ferizaj e bën një dallim të madh.
për arsye se jonë lamjeki edhe këtë dizajnin e mobile. Është një universitet këtë që lojë tjetër. Shkollë profesionale. Pajtona plotësisht. Po në aspektin e shkollimit profesional, tash të më marë Ministria Zotit Abrashi, përmendjen tem, po jo dhe përmendjen tem, bazuar në fakte, u bo një hulumtim në 2012, sa kom qenë drejtori Jodhës Gjermane, edhe për suditimin, kër i këna nëzirë rezultatet e hulumtimit. Hulumtimi ka qenë krejt Jodhës Gjermane, Poloni, Rumuni, Bulgari, krejt të venet e Evropës juglindore, shpë i thojnë ka herë, cilat janë përpasit edhe të metat. Absolut s'ka qenë asë çështja e taksave, asë kjo hiç korupcionin, elementi kryesor që ju ka pengu investorëve të huj ka qenë mungesa e kuadrit me tradit edhe shkollim industrial. Që i bjen, do me thonë, zanatli, të masina, po, kjo ka qenë pjesa kryesore, do me thonë, pse? Për arsye se ai kur e bjen inxhinier dhe një mjeshtër për atje, si du të me pagu në vend 7.000 marka eurove atje, me pagu tash 10.000 në Prishtinë, atje apet po i del kosto e prodhimit. Gjatë viteve 60-70 punëtorë që kanë shku për Kosovë në Gjermani, kanë qenë këta. Po, edhe pse të kualifikumit. Që do me thonë edhe nëse dojnë me shliru pak atë balonin e social, në apet se apet du të mi shkollu. Në anonën tjetër, mujna me furnizu Gjermanin vetëm me jurista, nëse ka nevojë ata. Po, keni numër si dul para 2-3 jave i numrit të studentëve, është absurd, do me thonë, Kosovës i mjaftojnë 4-50.000 studentë, 40.000 studentë. Na nuk i shohim asnjëherë kryeministrin ose ministrat të folë për çet fenomen, më thonë që kjo do të më ardhë me një fund caktuar, pra do të më përfundu kjo vuajtje e madhe edhe dëshirë, pra unë shoh njerëz për shkak mungesës punës e regjistrojnë shkollën e tretë, pra për të mos u cilësu të pa punë, ata vazhdojnë studime postdiplomike në mënyrë komunike. Një farë masteri o bo një farë inercioni. Inercioni, pra në moment që zgjon puna i regjistron master. Që më shku të shtëpia, më thonë, nësë jam pa punë, po jam në studim. Ne ka qenë edhe një studim tjetër, po vjen kësi për përmenin Gjerman, po më ka ra me punu me ta. Edhe ajo i par vjetit me sa e dione. E ka bo Gizi Gjerman një analizë sistemi tonë arsimor. Edhe ka dalë që na leje universitetin, si du të me po, e para punës dhe të shkollën fillore, me strukturu edhe me përcu as tepër, sa ti mos me pas problemin në shkollët mesme. Në Zvicër, diku në klasën e 5, ju duket absurd, po në klasën e 5, më ka ra kur i kom taku shokët e mist, që kishin fëmi, i kanë thonë në klasë 5, do me thonë, për çfarë moshe po flasëm aty diku në 2-13 vjetë, i kanë thonë, ti si je për universitet, ti je për murator, ose për zanate, aty kryesisht aty ndohen. Do me thonë, klasë 5 i ndojnë, këta janë për teori, këta janë për zanate. Për sistemit veçanë Zvicra. Po, ne na këshim profilizu për politikanë tonë. Po, krejtve. Ti e për PDK, ti për LDK. Po, dhe atë profil, me në dhonë, e aty unë e për shok e për madhë. Nëse të kujtohet, ka qenë dikun 2019, duket ke bua dhe tja atëherë një vrejtje për punë të arsimit, vrejtje të shumëta, po një prej tyre ka qenë në Zilan, inspekcioni, kishë pas në zonë, në gjimnaz në vitin e 3, dikun njerë si nuk din me shkrujt edhe me ledzu. Tash, kur të nëzon kjo, nuk o marë për ka herë me mshelë za drugën. Po dhe? E mshelë dhe thua, diska këtu më du të me bo reform. Nuk shesëm kur gjosë. Me gjithë njerë që s'din me shkru në fakt që i shojmë në fakultet, ose edhe shkallë më të larta që i shojmë edhe në Facebook. Me njës tani me këshyrë në bashtrim fjalisë, Facebook, nëse kur gjosë ka bo, ne i ka shpërfaq që të fenomen. Kanë erë do të me thirë në telefon me vetë, që a këtë ashtë me thonë me kështë letër. Po. A i beson shifrave që i ka dhonë Zoti Abrashi për mira punësime? Nuk e di sakt më duket, ka përmen një shifër dikun mbi 10.000, nëse s'ka bëj. Të punësumë. Ndërkohë që nëse pyet me dhonë shpjegime ku janë sektorët edhe a ka evidencë për këto punësime? Pa i mu ka ndo këtë vogla ato shifra, se s'ken shifra që... Po, nuk kanë... Formalizojnë Qëre, kur ki ngritje pak të rritjes ekonomike me dojë, mos që dikush ka hinë punë. Do më thonë, ajo, ose kur ki që ato investime, nëse vlen ajo që ato investime jonë, që po jep edhe Banka Qendrore dhe Ministria e Industrisë, që po jep ish i paku i ri, s'pja di emnin të që kanë nu,
Do më dha, aty dikush ka hinë punë. Ato nuk janë shifra te për të mlaja. Ajo që ka mu për më pengon, nuk e si po e thoni edhe ju, është si nas po dim me bo reformën strukturore në ekonomi, e ajo është e lidhur me këtë reformën strukturore në arsim, një herë ashtë do më thonë. Pse mos t'i thojmë edhe na, ki plot familje që marrin ndihmë sociale. Në fakt ti dush me shku njeri për njeri, familje për familje dhe me thonë ndihmë sociale ki dhe 2 vjetë. Nëse donë me gëzu ki ndihmë sociale, kimi hita në shkollë për mu bo moler, kimi mu bo për elektricist, edhe ti cili do, e pa të mu atër bashkë me Odën Gjermane, e pa të mu bo atë studimin, cili do që e sion të me një kurs të rrymës, të elektrikës, 6 muaj dit, ajti të amonë familjen e vetë, pa asë një problem. Në gjithë jemi... Pa asë një problem, edhe arrin mi fitu 1.000 euro, edhe në shatë dikun, edhe ku do që tjetë elektricisti mirë, nuk e ka. Sot problema është në Prishtinë me gjithë 1.000 euro, ose pak 1-2 dit dush me prit dhe sa të vjen për këto probleme. është edhe probleme mentalitetit, unë përthom, tash nëse më lejeni pja u kalzë edhe një parvicin. 89-ën, kur jë më shku në Zvicrë, unë jë më shku me dovar ideale, lezësha Herman Hesse, Nietzsche, Hamami, Hyra, edhe unë e pritë shanë Zvicrë, ku ka dek Herman Hesse, unë e veç për to më folë. Kur shkova ata kretë njerës normal, vla, dikush ishë moler, elektricist, për të folke edhe për Nietzsche dhe për Herman Hesse, në dhe i shofer. Na këtu me nëjshëm që jo një farë privilegji i urbanista, i urbanca, me kanë mi njoftë të filozofie, këtu, jo, vla. Prandaj po du me thonë, du të mja thonë edhe një farë shmeku kësaj pune, me qenë elektricist, me qenë moler, me qenë murator, me qenë krejtiki, ki me familje, 500 vjetë i lindu në Cyre, jo murator. Po, është edhe atje edhe një daldim, atje i merë 6-7.000 euro, një muratori mirë, arsimtare ka dikun 5.000. Po, unë menoj që edhe këtu janë çmimet e mira dhe në ndërtim, ju merë një provoni pak me ndres bashin ja këta, e vrenë që të vyjnë një 5-6 roga për me... Do më thonë e punë po paguhet mirë, unë hala nuk po kuptoj pse nuk po afirmohet ma tepër, edhe kishë pas mundësit vetë mundësimit. Se s'pja të regoni zotit Mustafa këtu, mi thonë qëre që kjo punë këna metë më rapa qëtu, se për jurisa sim të je keqë. Bolë të ma është e kuci, këta janë imbulojnë sukses shumë. Po unë bre, berat është nuk po du me arsitu, po më do këtë kur e murë Mustafa të qevrisin, po më do këtë keni par gare e madhe, mja zujtë në ringë, dikush një bandazh, dikush një gumë, dikush një kerë, dikush trepsën, dikush arsimin, usunat të arsimin, do ishin greve për shkak mosritjes rrogav. Kom për shtypjet që u kriju një par atmosferë, ndoshta që ishte para krijuar me Vlanin. Ndoshta për shkak mënyrës se si zgjedhi zoti Mustafa për me hyrë koalicion me PDK-n. Ja, mënyra ka qenë e shkëlqyeshme, ka nështruar marrëveshjen edhe ka marrë kryeministin, që ishte një ëndër e LDK-s me pas kryeministin. Brana një natë nuk mujna me fjalë, nuk mujna me fol për akti një marrëveshje mes 2 partive, nuk mund me kon akt kriminal, se çdo shtet i botës që e bën qeverinë. Jo kriminal, interesant po trafia të na është një farë e lidhur me një farë krimi e ke botë, domethënë i ke shkel fjalta. Shumë të sërtat, zotit Mustafa, kondër PDK-s. Ne, se ti nuk jenë në shkru si... A duket një farë që a i nati asaj periudhe vazhdon me përcjell? Po Bart, unë mendoj se o krya ditë kur u zgjedh presidenti për sudit zotit, se nuk pas dhe tensione, i takova Fatmir Limën, i takova gjithë ata aty në kuvend, nuk ishte tensione. Po mos harrojmë diçka, edhe aty mendoj se ka mungu komunikimi i mirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe i vetë Isa Mustafas. Unë kom sem shumë aktiv në kohën e Vlanit. Nuk kem lanë guri pa lëviz që me funksionua e punë. Nuk kem lanë guri pa lëviz. Nëse e merr një zonën e debatit ose zonën B, dikun me 3 korrekt, domethënë më njerë mas 15 dite, që u bo Lani, e kom thonë aty në studio që na kem ofertën me pas kryeministin në koalicion me PDK-n. Por po mundohem me bëjë gjithçka që me funksionu kjo dhe me ka një farë restart i kompjuterit, i sistemit komplet, se mendoj se është e vështirë me bëjë reformat maja kur jemi partnerin cili publikisht akuzohet për do obstruksione sistemi drejtësisë e tjera. Dhe tash na vazhdojmë atë rrugën e Vlanit, për mendjen time gabimi madh u bë kur në atë pjesë hynë edhe vetë vendosja. Për arsye se fillojnë disa obstruksione tjera, edhe nga zyra ndërkombëtare tjera, ata insistojnë me marrë këtë pjesën e bisedime, me marrë këta, me marrë ato. A ishte ide Isa ato. Mustafës vetëvendosja me gjas ka qenë? Nuk e besoj, nuk më kujtohet mirë, po menoj se vetëvendosja ka dole para me kumtes me 13 qershor, ka thonë
opozita do të mu bashku edhe kryeministri tjetër Isa Mustafa i kësaj opozite. Pra, ideja ka në publike, më duket, si një farë lloj kërkesë, edhe po bëhen bashkë, një farë lloj replike viti 2002. Kur PDK-ja, AK-ja tjerë nuk e leshin rrugovën me zgjedh kryeministrin e tjerë. Por, do më thonë, LDK-ja i ka dalë hakesh elektoratit vetë, se ka besu në atë punë që o mirë me i shumë pension, që shu thujke. Nështë këto du të me ponë në zjedhje, se... Po, tash dalë më dhe ajo. Por, po harrohet një element, se kanë gjohë shumë gjallë dhe pe harrojmë në një element. Dikun në shtator, kur hynë edhe vetëvendosja, kur del edhe vendimi gjykatës kushtetuse, që nuk kemi drejt, do me thonë me... Fillon problemi ma se marrëveshja thonë se nëse kjo marrëveshje nuk përmbushet në tansi, atëherë nuk është e qëndrueshme. Për arsye se aty thëke që Isa Mustafa më qenë krye parlamentar, ajo u mohu. Kurse ribisedimi nuk funksionoj, ke as me Ramushën, i cili s'pranoj ke me qenë zavendës kryeministër, unë menoj dhe kom qenë bisedë drejt për drejt edhe me 2 eksponent kryesor të AK-s atëherë, dikun 50 orë para koalicionit, që ka qenë ndershme me pranuat atë punë. Ka qenë e pamundur me kërku prej Lidhës Demokratike të Kosovës me 33 deputet me lujt mekanizmin e votimit të një qeverie Haradinaja. Ka qenë absurde. E dyta kanë qenë zyrat ndërkombëtare, të cilat janë brengos, kur ka hyrë vetëvendosja në atë konstelacion. E treta veç edhe këtë fjali e kom pse nuk kemë bëjmë një tradhti të madhe. Për arsye se edhe atëherë u kërkuan zgjedhje, edhe portalet edhe këto me shku edhe janë zgjedhje. Do me thonë, ja këthy edhe njëherë, sovranit që pëthojnë mundësin me votu tash për konstelacion në ri, nuk o lejuaj, pun për zyra ndërkombëtare. Atëherë, PDK-ja ka dalë prapë me ofertën, do me thonë, apo do një presidentin edhe kryetarën e parlament, apo do një kryeministrin. Na që thoi këta në përroda u patun pizat burë kryeministrin një herë me marë. Edhe e murëm kryeministrin, pjesa tjetër është e njoftën, atëherë është zbatimi marrëveshjes. Të kjo, a duhet me pas një farë morali minimal, për shembull nëse zotohesh para zgjedhjeve dhe para kur del në televizor publikisht edhe fuqishëm me thotë që s'bëjmë koalicion me PDK-n, dhe tash kthehesh. Po jo, moral minimal jo, po duhet me pas moral maksimal dhe etik maksimale, po një spjegova hapat në cilat ti shkon të ju adaptu situata treja, për arsye se edhe elektorati din si nuk pat mundësi mu bo. Po dhe veç edhe zyra ndërkombëtare kur e shohin që dëshira e LDK-s ka qenë ndoshta më shumë për me marrë kryeministin më shku në zgjedhje, edhe ata ta qelin në rrugë, thonë, ja, ma mirë është me marrë pozitën e kryeministit më shkonin në zgjedhje. Veç mos harrojmë zyrat ndërkombëtare. Po nëse i kish pasik një gruaja, tha vetë ke ka bën mu do me ta, tha, e aje piti, tha, ka u konë flaj, ta ka zidi aknina. Ja, tha, u konë këne e, tha, së të zuan. Kështu që kër e shem mundësin, a i ta hop rrugën. Po, vësi, na e patu mundësin, po thëmë, e kena pas mundësin prej fillimit. Po ka qenë ideja me të vërtet. Edhe tash, zyrat ndërkombëtare që t'jemi, që thot a i krejt korrekt edhe të hapun, i kanë ofru edhe Blanit. I kanë thonë, bënë një rokadën. Bënë një rokadën, ju kujtojt një 20 ditë, unë nesën dhe dekte, në ndekte, mu deklaru me atë punë që mu bërë rokada, se nuk kishte zgjidhje tjetër. Bile, që të më stëmë najmë shëfsi shumë të madhe, aty në atë periudhë dhe ju ka thonë dikuj që sun ki mu bërë kryeministër, edhe dikuj tjetër, të këj konstelacion në orë, këzënë për britë dhis, që thoi në odasë me kalu. Planit nuk përdojnë këtë fjalla rokadu, përdojnë këtë reflektim më shumë. Reflektim, po, që ashtu që ke reflektim, që mos mu... Jo, vetëm një pyetje nëse, Bardhyl, i përmendet disa prej problemeve që ka qeverisja Mustafa, po ju si deputet i LDK-s, jashtë viza, me heq vizat edhe UEFA-n, që nuk duket në i farë suksesi i joni. Pi abstrahoj. Ako nej sukses, nuk mund është mja dhone, e vërtet. Ako nej sukses për shembull qeverisja e Zotit Mustafa gjatë kësaj periudhe? Po që mu pëthom njësa, ju pëthoni me hjek dyshysh me abstrahu, se nuk është nëjë... Po, UEFA po se po. Se nuk është nëjë suksesit june edhe liberalizimi vizav të zonë dhe mësaja. Po unë e muaj men, hisë më lakë se para një mujdite, kur këtë si s'po bohën vizat, krejtë shizetat jënë konë në Isa Mustafën. Tash mu po më vjen një noci, ose po më vjen kesë prej atyre, si kanë zy shizetat, s'po shkojt me më nëzirë tash me dorë vetë. Hajde mos ja let tash Isa Mustafën si e boni,
Po të pak të në thuj, akuza ke pasëndrushme. Kur së bajshën, na mënëshëm që keni punu keq. Pa kjo konë vish neutrale. Po, si që, një kredibilitet të zyrat, hajde pimarëm si censore zyrat ndërkombëtare bankjere, ato që financojnë. Një kredibilitet i ri duhet jetë këthyë aty deri sa na sot asnjë problem për asnjë projekt tonin madhor nuk e kemë për me marrë kredi as bankë botnore, as banka tjera që janë disponim për investime publike. Asnjë problem s'e ki. Domethënë ky është një kredibilitet i rikthym atje. Na ka njëherë masit e shtëpisë nuk dim ose dojmë ndrysh mi trajtu, po edhe trajtimit që ja bënë Gjermania, veti sa Mustafës, edhe këti kabineti qeveritar, nuk ko për me anashkalu edhe me thonë, hajde edhe këto pe harojnë. Se në Berlin ka qenë koha në 99-ën mu pritna, 2000-ën, 2002-ën, 2005-ën, 2008-ën, 2012-ën, kanë qa do më thonë... Nështë për shkak të afarizmit që bënë familja Mustafa me kompani. Jo, ajo më se ki fjallën për atë BMW-në atë. Jo, unë BMW kom vetë, po nuk o që kom quna e herë më riparu, ose që kom le atë. Nuk o ajo në afarizm i madhë, ato mund i mëndzera ato shifra, po së është ajna afarizm i madhë, si Gjermania për interesoj ka që ku ka hapë një farë dugoje, po mune ka misit një 3 BMW-në. Duket se ka pas një farë problemi me qeverisjen e Zotit Hashim Thaçi, ma herët. Jo, duket më në tini si ka pas, nuk mujna me... Po, ka qenë ai rasti famoz, unë po du bile dhaj edhe mu harru sa ma shpejt, për asyje se ajo ka qenë eksesi rond, me 5 Gjermën të trasha, 6, aso e ngon. Ajo ka qenë rasti rond, ajo mirë që jo te i kalu, këta nuk i harrojnë, ato sene, po unë mendoj se me që tha Gjermën që kalzu desha mirë ndaj Kosovës, edhe vazhdojnë me qenë. Ka qenë Zotit Thaçi dhe Zoti Veseli musafir në Berlin, ndoku që nuk... Po, Berlini e ka emni bile fraje shtatë, gjithkush mundet me shkue, me vizitua, po nivelli vizitës është... Mirë, e cilat po du me pytë për raportet aktuale të partnerve, do me thonë, Zoti Veseli doli e shpalli, Zotin Hoxha si minister të jashtëm, ndërkohë Zoti Arbengashi tha që kjo është një mundet me prish në koalicionin. Deputet jem unë Albeni, së në folëm aty ku flet koalicioni, ministrat me zvete tjerë. Nuk ka rëndësi që e ka shpall në zyrët për dëkës, ata në atë procesin e ty në të reformave, zjedheve, të kësaj, të asaj, të kryetarit të ri, e ka shpall aty ku nuk... Dhe më tha, akti o listim, se o prit, qeveria ka prit me dhonë për dëkëja emnat e vetë, aja dha, edhe mundet me dhonë ku donë, mundet me marrë një salt madhe, me shampanj, me ljule, me... Sa Mustafa nuk mundet ndoshta mje caktu emnat e ministrët. Po, unë besoj që ka qenë dakordime shumë ma heret. Qashtja e Mberhoxhës... Në vesë nuk vedia është bo për shkak të Hashim Thaçit, ta për shkak të Isa Mustafës, në njëra që është bo. Edhe kjo një pyetje që mujna me bo, po qashtja e Mberhoxhës o ditë para 2-3 muaj dite o bisedu, o fane, o... Ajo është ministri jashtëm profesional, është me zanat është ministri... Perse, do më thonë... Perse është ministri punëve të jashtme. Mirë, ishte një intervistë interesante Zotit Veseli në zona debatit e Baten Haxhiu, edhe ai fliste më shumë si kryeministër, për shkak që do të zgjedhet edhe kryetari i partisë shumë shpejt, se sa si kryetar kuvendi. A besoni që Zoti Mustafa duhet më ul tash me Zotin Veseli edhe një herë, sepse Thaçi nuk është më partneri i tij, edhe me gjasë që shkoi muhabeti mirë me Thaçin gjatë kësaj kohe, u përshtaten mirë me njëri tjetrin. A beson që ose tashmë jo null ose do të më ul edhe një herë me kryetarin e ri të partisë? Nuk e besoj, tash asoj teorie mund t'i besojmë nëse thojmë se Kadri Veseli piku pisjellit. Edhe u bo me njëherë Zavens kryetar edhe me njëherë kryetar. A i ka qenë aty, ka qenë i koordinu me Thaçin gjithmonë, unë nuk besojnë këtë teorinë e përlesjeve tyne maramense jashtë kamerave, jashtë dritave. Ata e në dy figurat që me gjasë janë koordinu gjithë jetën e vetë, edhe nuk kanë arsye mos më qenë të koordinu me dhe sot kur njeni o president, tjetëri o kryetar parti dhe kryetar kuvendi. Unë e intervistën ju betohem, nuk e kom pa, po me siguri ka folë si kryetari kuvendit, si kryetari partisë nominalisht më të madhe, për arsye se s'ka pas zgjedhje pe herës kalume, edhe ka folë në atë si, po si kryeministër nuk ka mujtë me folë, ose nëse ka folë, atëherë është thuj
paraftyru situatat në cilat nuk është. Pyetjet e Batonit ishin si reformator, pra ishte si Martin Luteri në kishte ftuar atje. Batoni ka se Edhe i tha që ti mundesh mi bë këto reforma, edhe ai nuk i ikte pyetje, pra fliste për reforma. Batoni edhe ja projekton ka pak figura të caktuar edhe të ardhmen edhe i tregon ka mira, si është mira. Nështë e ka bo. A do të ketë, u fol ma herët, para zotit Hoxhaj, u fol për ndryshime reforma në qeveri. Edhe këto Gazeta Ekspres me burimet saj ka marrë vesh që edhe Lutfi Aziri, Agim Veleu edhe disa zyrtarë LDK-s të lartë janë të disponueshëm për mi bë disa ndryshime në qeveri. Pra, a keni dëgjuar ju për këtu? Po, tash unë nuk pidi mendimet e tyne, ata dy me siguri kanë qenë aty pjesëmarrës për arsye se kanë qenë korobo edhe koalicioni. Po. Edhe, po, dorën në zemër, mas gjithë kësaj, nështë nuk është kesë mu rishqysu puna e zdo njanit për i ministra. Ti ke qenë vetë deputet e din në momentin kur zhjithën ministrat, në fillim jënë si tamëll, një mujdit, mas një mujdit e harrojnë ku e kanë partin, e ku e qeveria, ku e kryeministri, po në për... I kanë ato farpashalaset e vete, ndërtojnë. Unë e menoj gjithmonë, ka qenë bile muj me thonë një regull edhe në përëndim, saj përket CEO-ve të maj, që të pak të në 3 muj i thirshin ato bordet edhe daravitrin atë CEO-në. Edhe këtu ministrat nuk o mirë, besoj unë për një vend shpara o Kosova, ku lypë dinamike madhe, mi 2 vjetë se kshalon asë një minister kur. Për asyre se mas 2 vjetë ata po fillojnë pa akomodohen, edhe po harrojnë atë pupin, atë hazin që do të me e pas, kështu ma mire bjenë 3, unë edhe i thu bile prit në rënë. Pregaditu për... Afrinë. Afri jam me siguri, po. A ka vullnet në LDK me pas ndryshime? Besoj se po. A ka kapacitet? Besoj se po, unë po flas tash me duhet me Krijohet përshtypje se edhe pyetje që ke që ju nuk delni më shpesh edhe të tjerë në debate televizive, kështu krijohet përshtypje që nuk kanë met edhe shumë njerëz në LDK që janë në gjendje për me marr pozita të larta, për shkak se duket një farë heshtje atje, nuk është ka ndodhur kurrë. Ja, nuk jo për pozita s'ki kur problemet trinë të dera sa të jo, për me qitë njerëz punoj kështu, po njerëz që meritojnë kuptimin që e ka një background. Ka një shalon të matë, tash varet për i kryeministrit për zona, po unë nuk isha prit, si kur të isha në pozitën e kryeministrit, unë isha bërë sa gjeneratën e rejtë që i përmena ma herët, isha lansu tash me njëherë, jo mi sigur që edhe Besjan Mustafa, edhe Sokol Havol, edhe shumë tjerë që jënë të këti kalibri, mujnë me qenë ministra të tjerë zakon shumë atë. Dhe mujnë me pru një del 3, një qasje 3, në vetë administratën tonë, edhe në vetë punën tonë. Po dhe një ministri për LDK-në e për tjerë. Po vishte LDK-ja po mduke si po jesë bërë, nëse se thomë një sense, ka pas tepër, prandaj për shuzoj këtë kohë, ka pas tepër konkludime për LDK-në, sidomos në nëndhecën e Isa Mustafës. Po harroj me kujtu ka njerë që kjo e ka marrë Lidhën Demokratikit Kosovës, dikon me 130.000 vota ku e pa të pru se diu. Po le kjo, po e ka marrë edhe pa Ferizajnë, e ka humë Ferizajnë atë kohë humë, o humë Gjilani, Sokon Lipjani, Sokon Peja, e tjere. Jo, vetëm të kalzoj, jo, unë po du mi vnu përgjësi 3 LDK-s, mos harrojmë diçka, kjo mund mu anku LDK-ja. Pushtet ekzekutiv, matë madhë se sot s'ka pas kur, i ka 9 qytetet kryesore, edhe ka kryeministri, ka ministrit kryesore. Aty, kushdo që frigohet tash me bo ndryshime me këtyne përgjësie më dalë, hakesh, e ka gabim. Po të vesh duket si LDK se ka prit tonë që të pushtet. Ju e përmenet ma heret, e vërtet, ka emra të ri, edhe unë kërë kom qenë PDK, kanë qenë të rit, mirë po institucioni shajt ka qenë partia. Edhe ne vazhdimisht në dhejshin ju i një të rit, ashatat partis. Edhe ju i keni në parti, ata kuadrat e vjetër, cilët e urrejnë reformen. Pra, ata janë aty për mos me lonë më ndryshu partin. Emrat ata që i përmenëm, Sabri Hamitin, një numër i madhe personave në mosh, cilët janë. Pra, a do të kenë pengesa, këta trit janë të mirë për më nejtë në ambasada. Mirë, po nuk po mundën asnjë parti me ka përcy vetën, edhe këta njerëz të ri mu bartë edhe në parti, pra fryma re mu bartë edhe në parti. Jo veç institucione ku pjo vynë si këshilltare, si ndihmaqare, si këshilltare. Ose ka herë në studio. Pe lidhi këtë teme me debatet që edhe i keni pas shpesh për reformat e partive dhe nevojën e partive të reja. Unë edhe sot besoj, prej asoj pozitës që e kum pas një arat e si direktor në Bertesman kompani shumë të madhe,
atje pa ta onë një konkludim që konkludim politike kom fjallën. Ti mund është një parti të re, së ku një fabrikë të këpuzve, nëse ja bjen një dizajner fabrike këpuzve dështumit, që i ka 100.000 dugoja në përkejt Kosovën, që partit e mbaja. Po nuk pishitën këpuz se dizajneri po bën gabim. E ndronë dizajnin, vjen një dizajner i ri, pak pjarë dhe e rinjallë punë, më dhjani si shitën këpuz se punën fabrika, mirën rogat e dalin bonusat. Reformën edhe të shoqënisë tonë na kena mujtë me bo kur arrim dy partive të ma, mju imponu reformat të maja, të thella, mju imponu, do më thonë, ma shumë e vlenë mediat mi bo presion partive të maja, mu reformu, se që mund të anëzallë ferja, ilirija, mimoza... Duket si misioni pa mundën, Bardhyl, duket misioni pa mundën. O bo gati si pa mundën, se me pincet po hinë në partit të maja kuadrat, edhe kryesisht tani lansonat... Shika kryesin e LDK-s, jo për menet. Aja kryesi mundën veçen pej mas lukë, pej 99-ës. Po është o rezerv tash një kryesi, do më thonë, po një pjesë të madhe tyre me thonë dhejtë nuk i një. Po pra. Nuk i një, se do cilë sa do. Po tash është më bo një par reforme letrat paktën, restruktura, për asyë se na për një kum ato TPP-s që po vinë, e atje ajo të thotë se ti i ki dy struktura. I ki struktura që i zjedhë dega në ndega kjo tradita jonë, edhe i ki struktura si ka zjedhë shtetari, do më dha asamblejistat tune për qytete, deputet, këta e njerës që i ki me votë shtetarit. Edhe këto dyja dushmi balancu në një forum, i cili në CDU për zona, kryesia partisë janë deputet, kryetarët e lande që janë, edhe kryesia partisë që kanë zjedhë degë në ndegë që e sojit. Përmendet, do më thonë, mundësin ose faktin që Isa Mustafa ka arrit me ngjall partin prej asaj ndallim prej zotit Sejdiu. Po me gjithat TDK-ja vazhdon me qenë partia e dytë aktualisht, në bazë rezultatit zgjedhjeve të fundit. Si kushtetuar më shkruaj që këta më kanë gjithë dytë. Po, pavarësisht, domethënë derisa është e dyta, nuk është që mundem me fol për ndonjë sukses të madh të leadershipit zotit Mustafa. Sot parashikimet janë goxha të terta për LDK-n, për shkak se ka edhe disa sondazhe që e qesin LDK-n si partinë e tretë. A besoni se fakti që ka hyrë në qeveri me PDK-n, edhe mënyra se si po qeveris do ta ndëshkon LDK-n me një pozitë tretë e cila mundet me qenë goxha kopshme për këtë parti? Jo, unë po flasë krejtësisht... Sa kemi motje tjera, po mënej që... Kemi edhe motje tjera dhe kemi edhe e kiti një farë testi që bo në këna pas për zona 26 vjetorin, tash në 10 orë, edhe kryesisht i kine për këtë dekë po manë të ubime sante për zona në Mitrovice e tjere. Ti e shet trendin e antarësisë tane. Ku e ki, s'ka e ki, sa po vinë ato të ubime, ku janë, s'ka janë, e tjere. Ato 118.000 vota, ato janë këtu, janë me lidhën demokratike të Kosovës. Ki shumë të na, që e ka një problem lidhën demokratike si i ka bu 26 vjetë. Edhe ta shtiti ki kuadra që dalin edhe të ju, po edhe ndoj misionet tjera, sidomos del edhe fletë si rrugovist, ndërkohë që në gjallë të rrugovës, a ju largu për parti, se ka formu parti tjetër, e tani ka dalë edhe me një tjetër, edhe tash si të bëhet diçka në LDK, mas pari e ki, del Fatmir Sejdiu, thot, shkon të i Podujev, dikun i takon një 10 vetë, dhe thot, po rikthena. Tani rikthejnë që ata meren, boj një parë zhurë me publike, anë e këne, edhe mas një mujdit e s'ki kur që. Po, i ka partia 26 vjetë, po du me thonë, e ka një farë elektoratit vetin, kë nuk ka koalicion i parë me PDK-n. Ka pas koalicion Lidha Demokratike dhe ma heret. Mandena, edhe kjo farë zbërthimi rrugovizmi, tash edhe mu ka bo me frymë fët, o të pru me këtë punë. Mas pari rrugova nuk o kone njeri kundër diskapit, po konë për diska. Nështë anë gabimi i maj madhë që këna bo në zjedhët e kalume, ose i na konë kundër diskapit, e si na konë për diska. A është frymë rrugoviste, mos mi folë një tjetërit, zoti Sejdiu me... Absolut nuk është. Unë po thëmë, këtu o bo edhe në fushatën e kalume. S'ki nevoj me konë sot, Kosovarët po dojnë sene konkrete. Na e na dalë kundër diskapit, edhe kundër këti koalicioni, ati koalicioni, kundër kësaj fryme, kundër asaj fryme. Sot ma me ransio Lidha Demokratike në vetë vete me kuptu që ka obligime dhe përgjësi me dalë për diska që ka ditë me dalë rrugova atëherë me thonë jo, së është që është e Shqipnisë madhe, bashkimi kënej, bashkimi anej, për na jemë për një Kosovë pavarë, neutrali. I ka dhonë
i ka dhonë vizion vendit edhe kombit. E s'kem na nevoj me dalë me ato shema, do më dha, aty ka qenë një kurth që s'kem ditë edhe mes bërthy rrugovizmin, ta thëmë sinqert. Për zona këta kuadrat e vjetër, Lutfiazire, këta që kanë qenë këtu ma herët, unë nuk qenë Zvicër, këta gjithë po të regojnë që aja asë njerë se konë si ka largu, se konë përjashtu zburë, ka bo atëherë në 2001 e bonat koalicion e gjanë, që e marim për ambulantat Bajramin, tani e bon me Ramushin, ma nej, do më thonë, nuk ka qena i koncepti ti, na kina hi dhe nuk osë, edhe kjo, për du më thonë, nuk osë të vlerë ti me konam ti PDK. Na peshohëm vlani me anti-PDK, me anti-thash, me krejt, edhe sot ti nuk e mund me një fjali pi krejt aty në senën. Për arsye se po duhet me dhonë zgjidhje për probleme. Po Mustafa ka orë në pushtet saksisht si anti-PDK. Po, mirë ka duke qenë kryetari i Prishtinës. Gjerman thojnë fundi mirë, s'do të zë mirë. Masi u bo kryeministër, krejt janë në rregull. Ma ne thotë edhe me përfundu mirë. Na edhe ma tuti nuk e dim qysh do të përfundoj. Unë besoj se përshtypja e fundit që ka me lanë LDK-ja mas kësaj qeverisë ka me qenë jashtëzakonisht e mirë. Jo mi sigurt. Për çfarë arsye? Nuk mundesh me i bo vrejtje punës Abdullahotit, nuk mundesh me i bo vrejtje punës Arbanit, nuk mundesh me i bo vrejtje punës ministra tonë. Edhe pse mund me thonë jashtë vëmendjes opinionit, për shkak zhvillimeve, na matuti që më analizu. Ta them edhe një për punë të partnerit. Këtë ministrat që i ka pru, o munu, do më thonë, PDK-ja i ka ministrat pa kontestueshëm, herët një kuqë edhe si intelektual, edhe si ministr, nuk mundesh me kontestu, na mujna me kriju mjegull e frymë në fushat zëllore, po s'mundesh me nxit në Ka rrezik LDK-s më u hek edhe një soperen tash është debati për krijimin e një subjekti të ri. Flitet që disa të pakënaqur me Vjosa Osmanin mund të kalojnë në subjektin e ri. Sa është këtë? Edhe qysh e shet debatin për unë ja u thon këtij në parti sot formohet një parti e re, LDK-ja ka problem. Për çfarë arsye? Nëse e merrni sot paletën në parlament. Unë po them e ki një farë e ki LDK-n edhe e ki një brum të LPK-s. Ke ajo vetëvendosja, ke AAK-ja, ke NISMA, ke PDK-ja. Edhe kjo është një problem vetë vete. Na e dim, kur o formua AKR-ja, mas shumë të i ka marrë LDK-s. Ndjenja këtu në Kosovë për mu formu një parti, o gjithë diçka urbane, diçka qytetare, intelektuale, akademike, si sene, mere orën, mere ferin, mere gjitha. Edhe në fakt tu po i marrin LDK-s. Nuk po marrin këtë kampusin tjetër. Po unë mendoj, bile muj me thonë që në biseda diskret, ja kom thonë i lirë dedës, sa po kom hi në parlament, edhe disa kolegë aty që ishin paknaqur me koalicionin, me dy anë të koalicionit, ju kom thonë, për herë të parë është mundësia, ju si individ, mas jeni kaq paknaqur, formoni vëlla partin me një herë, edhe i keni 50 deputet në kuvend, edhe keni mundësinë e krijimit, e strukturimit, ma të mirë, ma të gjatë, edhe jenë parlament. Po parti parlamentare pa shkunzedhje. Po, pa shkunzedhje, është rasti rollë, do më thonë, ama e kanë pas atë mundësi. Ajo mundësi nuk po bëhet, po mujnë me i marë. Po thëmë, gjithmonë, sa formohen parti me këtë atitudën shtetare, civile, whatever, mujnë me i marë LDK-s, edhe pse po thëmë, ta zonë, PDK-ja i ka një 185.000 vota, nëse i merë një prej 2001-ës, ti përsërit sa hardush, në 3 natës. 185.000? Ka 185.000, i kini, po, veçi e kanë një... Te 150.000 shi ma shumë silët, pra në po, zjedhë dhe fundit... edhe mande i bojnë do rokada, do levizje, do zona... Te 220.000... Edhe e nuk livrit, kështu. Edhe e nuk livrit. Po, statike. Na kina pas ramit madhe... Sa që në gje me emën e ta. Po, me emën. Na kina pas në damje, kur e kina pas në damin aty, o debalancu, ka qenë damje e madhe, du më thonë. Ju keni mujtë me bëtë gjithë shka me të natë vota që i ka pas LDK-ja. Po, absolut. Te demarkacioni, jemi në fund fare, kusht për viza. Pra, a e qiti LDK-ja, koalicioni, me thonë qëtë na qëtë kusht që me arsytu para opinionit, a është vërtet kusht, sepse vene tjera se kanë pas demarkacioni. Besë unë sot e kom bënu vetë për veti, nuk e kom ditë që keni me pas pyetje në gjashme me demarkacioni. Në para demarkacioni keni tullu në basë e madhe. Nuk mujmë mund zbardhylle dhe berati ta zanë mjani pozit tjetëri opozit edhe mjavnu vijat e kufinit venit, se te ato vijat kufinit pivnon me tjertë. Në më dhonë, ka pas një debat absurd. Edhe në ekspertizat, edhe në gjanët. Kjo për mu ke pak e papritun, ma e dëshirueshme për mu do të ishte si kur reagimi i qeverisë dhe i korpusit politiko-kosovar tjetë, na këtë punë dojmë me zilën qëtësi, nuk e ka zilë as Slovenia me Kroacin, as to tjera, kusht pak artificial,
Edhe pse nuk kam dyshime për demarkacionin, mas gjithë aty në ekspertiza pse u banën. Domethënë, po, mu duk pak e... A do të me votu në kuvend, me ratifiku? Unë nuk kam dilema të bija kufinit. Për asyre se vetë, me iniciativë tem, kom sen, jom taku në pej me dy zëvdet tjerë zakonshëm. Babë djallë, njani për tyne ka magistru në vitin 2005 në qëtë kufi. Me dokumenta dhe babës vetë. I kom pa edhe shënimet se në kufini mes Malizia dhe Kosovës ishë kom bazu në 31-ën. Po, edhe mas jënë atat ndishëm, së kur Kosovë Shqipni për zona mu nuk kufini, kanë qenë ndishëm atër, i këshin marë sërpë të Malazet, kanë pru Rusë. Gjeodetat ma të përët Rusë që i kanë pas. I ki dhe shënimet me dorë, ku të regojnë për kitë guri, atë guri, kitë ven, atë ven, e tjere, tjere. Pra të të mu ratifiku demarkacioni? Po, pa tjetër. Okej, e fundit fare, pyetja fundit. Vučić pas pranimit të Kosovës në UEFA, tha që do t'i përdorin gjitha mjetet për me pengu këtë sen. Në marrëveshjet e Brukselit ka pas marrëveshje që Serbia mos me pengu Kosovën. Pse kryeministri Mustafa është inferior dhe nuk reagon ndaj këtyre deklaratave, edhe me ngrit çështjen në Bruksel që Serbia jo që na pengon, po nuk lën guri pa rrotullu për me pengu Kosovën me kon pjesë e mekanizmit. Po mu po më duket është pjesë e asaj natyrës zotit Mustafa. Lejmë veç dy fjalit të kthehum te bisedimet për asociacionin. Unë e di, në qershor edhe në korrek, kryeministri Mustafa o kthypi bisedime në Bruksel dhe si ka pranu ato dokumenta atje. Me insistimin e ti ka nërë garanca shtes edhe prej Amerikanëve, edhe prej Britanikëve, edhe prej Francesëve lidhur me asociacionin. Përveç aty në domethënë, mas i ka nërë këto garanca dhe në korrek o kthyni alë për bisedime, nuk e ka nëshkru. Ka qenë planifikuar diku 23 korrek mu nëshkru kjo dokumenti që u nëshkru me 24. I ka detyru me fut edhe atë klauzulën që e përmene Adit Mogherini në kuvend, se gjykata kushtetuese e Kosovës, megjithatë është instanca kryesore që tregon a është ai në përputhje me kushtetutën e Kosovës apo jo. Edhe pse gjykata se ka reputacionin shumë të mirë. Ajo reputacionin e ka plot. Plot, domethënë, dhe mu vjen keq se institucioni më kredibil është ndruar në një trampolin politik. Bardhyl, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, me ne ishte deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bardhyl Meta. Shihemi javën e ardhshme.